Përshëndetje. Ëndrrat e vërtet apo realitet? Nuk e di a ju ka ndodhur. Unë për shembull, për vete, unë e di shumë herë këto kohët e fundit, të 4 vitet e fundit, që kur jam në ëndër, themi, të ashtu quhetur ëndra, unë e di që jam në ëndër. Në shumicën e rasteve. Dhe i përjetoj dhe kaloj mirë. Dhe në shumë raste më komandoni, drejton, ashtu ose unë në shumë raste i le të rrjedhin që vazhdojnë dhe kënaqen. Mirë po. Më ka ndodhur për herë të parë brëm që pa më të shohësh ëndër. Nuk janë ëndra, po e them ëndër që ta kuptoj se cili. Të shohësh ëndrën, e përjeton, dhe pastaj tel nga jo ëndër, sikur zgjohesh, edhe papritur flet me dikë për ëndrën që pe. Po je prap në ëndër. Isha prap në ëndër. Dhe në atë ëndër, po çuditëshem që për atë çka pash që përjetova përpara. Dhe pastaj nga kjo, u spostova, sikur u zgjova, por nuk isha zgjuar në gjendjen që jam tash që po flasim tash ti. Sikur dola në ëndër tjetër. U hodha në ëndër tjetër dhe po mendoja për ëndrën e dytë që pata parë. Që po e flisja aty dikujt për ëndrën e parë. Dola në ëndrën e tretë. Dhe pastaj le të them kur zgjova, në momentin siç jam tash ti, që ne quajmë të zgjuar tash ti, siç edhe juve që po shikoni këtë video, jeni në gjendje të zgjuar. Por tash si e para, e dyta, edhe e treta, dhe tash që e katërta që themi se jemi zgjuar, për mua të që ishin reale, fatikisht. Në momentin ku isha atje ishin gjithë reale, si pas jush, kush nga këto është reale tash ti? Sepse përjetimi që bëhet atje është super real. Mos jemi gjë edhe tash ti në ëndër, dhe i luajmë vetë sikur neve tash po përjetojmë realitetin e vërtet, që po shohim këtë diellin atje, po ecim me këmbë spathur. Kush dëshon le të japi mendimin e vet. Kalofshi mirë.